Në Tepelen është zhvilluar një program I veçantë që po sjell një qasje të re në edukimin dhe aftësimin e fëmijëve përmes lojës dhe punëve artizanale. Wonderful Made është një iniciativë që bashkon fëmijët të grup moshave të ndryshme, duke I përfshirë në një trajnim profesional, të udhëhequr nga ekspertë të huaj nga Kairo, të cilët janë të angazhuar në këtë projekt përmes programeve vullnetare. Kanë të bëjnë me vetbesimin, kanë të bëjnë me punën në grup, me përmirësimin e anglishtes, me lojra për shkatësimin e fëmijëve, duke qenë se është për moshën 12 deri 15 vjeç. Është një trajnim I bukur që zgjat diku te rreth 3 orë dhe bëhet nëpër shkolla. Këta do vazhdojnë edhe nëpër bashki të tjera dhe shpresoj që fëmijët të jenë kënaqur. Një prej ekspertëve të huaj, I cili drejtoi trajnimin, u shpreh se është një kënaqësi të punosh me këta fëmijë, shikoj shumë talent dhe entuziazëm tek ata. Sot kemi të bëjmë me nivelin e programit interaktivitet, ku jam I lumtur që bëni pjesë e këtij aktiviteti. Kjo do ju ndihmojë në lidhje me zhvillimin e talenteve tuaja dhe si synim kryesor bashkëpunimi në grup. Nga ana tjetër, fëmijët pohuan se janë të emocionuar për këtë mundësi të re. Këto trajnime na shërbejnë shumë për të përmirësuar gjuhën angleze dhe për të bërë më të kujdesshëm, për të rritur përqendrimin, vetbesimin, komunikimin, për të hequr emocionet, punën në grup dhe për të zhvilluar sa më shumë lojra dhe të argëtoheni. Këto na ndihmojnë për komunikimin anglisht edhe madje edhe për bashkëpunimin nëpër grupe. Do bëjmë shumë lojra dhe besoj se do komunikojmë sa më mirë në anglisht dhe do punojmë shumë mirë në grup. Ky program jo vetëm që I ndihmon fëmijët të zhvillojnë aftësitë e tyre, por edhe krijon një atmosferë pozitive për të mësuar dhe bashkëpunuar.